Lazën e motra ndëgjoni këtë video me vëmendje ko të bëjmë me ju që i keni pasaportat pro të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Preshevë, Medvexhë, kështu me radhë, dhe që doni të vini pro në Gjermani apo në ndonjë shtet tjetër të Bashkimit Evropian. Pro kur jeni shkoni në përkufine, e dini që ka hi ky sistemi EES, por mos pritni në qoftë se jeni regjistru një herë. Keni qenë pro një herë këtu si mosafir, pro vizitor në ndonjënin nga shtetet evropiane, pasi që ka dal një pik kufitare, pro aty si që ka qenë ma herët për shembull pasaportat EU, pastaj edhe të gjithë pasaportat. Tash ka dal edhe një pik, pro ku shumë registrët, pro ku janë EES registrët që do të ashin edhe në foto, që i bjen ju të cilët një herë i kini hi, pro asoj procedurës, ja kanë bo foto, ja kanë marrë gishtat, e kështu me radhë, pro nuk keni nevoj mo përsëri. Pse të prit një kat pro në pikat kufitare, pro ku është reni gjatë, kurse ju të cilët jeni regjistru vetëm vazhdoni aty registrët, ja jap një pasaportën e këshyrin 2 minuta dhe mund të vazhdoni. Mos harroni, kjo nuk vlen pro për juve që jeni me viza pune, ju që jeni me shtetësi pro pasaporta apo me leje qëndrime të përhershme. Kjo vlen vetëm për njerëz të cilët pro vinë si vizitor dhe e kanë liberalizim që i thujmë na shqip. Unë ju përshëndes të gjithëve, shpërndoni këtë video, edhe mos harroni pro të abononi, pro të aboni follow metin, ju të abononi me pagesë, mos më keq kuptoni. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.